të marra nga çizmet e dy të pandehurve, e që do të vërtetohet para jush se pandehurit kanë qenë pjesëmarrës të drejtë për drejtë në sulmin terrorist të kanalin e Igor Lepencit. Kjo aktakuzë nuk ka të bëj vetëm me një vetë për të zakonshme penale. Aja ka të bëj me një sulm të organizuar dhe të planifikuar mirë kundër infrastrukturës kritike proaktiv kritish një infrastrukturë të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, prokuroria para jush do të paraqes prova konkrete lidhur me trajnimet dhe përgatitjet i pripremljena që sipas provave janë zhvilluar në poligonin ushtarak su odbijeni u vojnom poligonu i quajtur Livallet e Pasulit në Republikën e Serbisë, që tashmë po dyshohet se ka varrezë masive, si pjesë e përgatitjeve të aktiviteteve të kundërligjshme ndaj shtetit Republikës Kosovës. Po dhe nga provat e rasteve të mëhershme vërtetohet se qeveria e Serbisë ka pasur një rol kyç në këto përgatitje. Një nga provat të rëndësishme që do të prezentohen para jush, e që do të vërtetojnë pretendimet e prokurorisë, janë edhe provat e Agjencisë së Kosovës për forenzik, respektivisht ekzaminimit biologjike, si dhe ekzaminimi i gjurmëve të ndryshme materiale të sekuestruara në vendin e ngjarjes dhe gjatë mbastisjes së shtëpive së tyre. Raporti i shërbimit të policisë shkencore në Rom, respektivisht ekzaminimi biologjik i mostrave të ADN-s, do të vërtetoj pa asnjë më dyshje se i pandehuri Jovan Vicentijević ka kryer sulmin terrorist, nga se në fitilin ndezës të eksplozivit i gjetur dhe i marrur në vendin e ngjarjes së bashku me autoritetet ndërkombëtare është vërtetuar shkencërisht se në atë fitil janë gjetur gjurmët e ADN-s së të pandehurit Jovan Vicentijević. Ndër provat që do të prezentohen para jush, që konsiderojmë se kanë një rëndësi të veçantë të besueshmërisë, është edhe raporti i ekspertizës i mostrave të dhënë të realizuara nga laboratoret e Byros Federale të Hetimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kanë analizuar mostrat e Baltës, mostrat e Baltës dhe të Dheut, të marra nga çizmet e dy të pandehurve, e që do të vërtetohet para jush se pandehurit kanë qenë pjesëmarrës të drejtë për drejtë në sulmin terrorist të kanalin e Igor Lepencit. Fotografimi i bazës së njësisë speciale të policisë Kosovës në Jasenovac, fotografimi dhe videoincizimi i pjesëtarëve të KFOR-it amerikan, pastaj videoincizime dhe fotografi të ndryshme të pandehurve Vicentijević me uniforma ushtarake serbe dhe pajisje luftarake dhe pjesëmarrja në ushtrimet e tyre në poligonin që e potencova më herët, dhe dokumentet të ndryshme operative, e që të gjitha këto e këto dokumentojnë se pandehurit ka ndërmarrë veprimet inkriminuese. Gjatë ekzaminimit pajisjeve elektronike të pandehurit Jovan Vicentijević janë gjetur dokumente konfidenciale të KFOR-it. E në veçanti kartela identifikuese e tij që e konfirmon se i njëjti ishte pjesëtar i shërbimit inteligjent ushtarak serb dhe atë me gradën e shogerit. E potencova më herët se ndërlidhja këtyre provave e argumenton pa dyshje se pandehurit kanë kryer vepra penale. Kjo do të argumentohet para jush edhe me një sasi të konsiderueshme të armatimit luftarak të gjetura në shtëpitë e tyre. Andaj, duke i ndërlidhur të gjitha këto prova që do të prezentohen para jush,
pa asnjë më dyshje, bez ikakve sumnje, do të vërtetohet utvrdiće se për te dyshimit bazuar mirë preko toga osnovne sumnje se të pandehurit kanë kryer veprat penale. Pandehurit të dënohen meritorisht sipas kodit penal të Kosovës.